aspektin e kuptimit të vërtet gjuhësor të fjalës as-sala apo namazi. Po, që vetëm këtë me marë, ndoshta që ja vlen me emision me bu me thonë. Po, Pse? Sepse na i dëgjojmë shpesh njerëzit duke thonë, ndoshta dhe disa prej muslimanëve, duke thonë se gjuha arabe, gjuha kjo, është interesant që Kurani kur ka ardhur e ka bënë terminologji më ndryshe se sa arabishtja. Ato në esencë janë fjalë arabe. Po, mirë po, arabe, por i janë ka dhënë kuptim shtesë. i ka dhënë kuptim shtesë ose dimensione. Për shembull, fjala as-sala arabisht është. Gjusisht, po të mos vinte shariati me na tregu çka është namazi, kish me mbet kuptimi gjuhësor i fjalës as-sala, që është doja. Wasalli alehim inna salataka sakanun lahum, i thot Allahu që e përdor në këtë kuptimin gjuhësor, këtu thot dhe lutu për ta, sepse lutja për ty e jote për ta është qetësim. Që do të thotë se kuptimi gjuhësor i fjalës sala në arabisht është do. Mirë. Në namaz përveç doas kemi edhe lëvizje të shumta, kemi edhe ibadete, pjesë të ibadeteve të shumta mirë. Pse Allahu e zgjodhi këtë? Vetëm këtu mu unal me mentu. Pse Allahu e zgjodhi këtë fjalë që me një pjesë të namazit me emërtu komplet namazin. Është esenca dhe thej. Do më thonë se ka diçka këtu të veçantë. Për shembull, Allahu kur flet për namazin e sabahit, që është namazi më i vlefshëm, edhe më i dashur, pse të gjitha farzët janë dashur, por namazi i sabahut e ka atë specifikën e vet. Thot Allahu wa Qur'an al-fajr. Do në Kurani i sabahit është për qëllim leximi i Kuranit në namaz të sabahit. Mirë po Allahu e përmend namazin e sabahit e ndërlidh me Kur'an, mirë që namazi i sabahit më duhet me lexu më gjatë, edhe më fal më gjatë. Edhe këto Allahu e zgjodhi as-sala fjalën për ibadetin kryesor më të rëndësishëm, që është namazi. Që tham gjithsesi e ka kuptimin e dos, mirë. Çfarë bëjmë na me namazin? Na me namazin i kemi lëvizjet, i kemi përmendjet, dhikret, dot, elhamin që i themi. Mirë po, me të kretë namazin, çka ndihmina, çka përjetojmë? Besoj që çdo kush që falet, para se me hyrë namaz, e ndin se është tu ju lut Allahut. Edhe përmes namazit, sikur do të më thonë Allah, unë po e bëj këtë namaz, edhe me kry një obligim të këti, po edhe përmes timu të lutë që më ndihmu edhe nevojat që i ka secili njeri që i sjell në kokën e vet në atë moment. Që do të thotë se elementi kryesor ose prej elementeve kryesore në namaz është doja. Edhe kështu kur fillon besimtari, edhe veprimet mund të përkthehen se janë veprime me të cilën njeriu e shpreh për ulin e tij, për ulsinë e tij ndaj Allahut dhe nëpërmjet asaj për ulsisë, sikur i jepet vetes drejt që unë tash kam të drejtë pas që jam në këtë pozitë, po, ti lutem dhe të kërkoj prej Allahut. Besoj që në vazhdim ndoshta do t'i përmendim edhe këto pjesë të namazit, mirë po më të vërtet pozita e namazriut pastaj, sikur vjen në atë pikën që e përmendet i konkretisht se o Allah, unë s'ka për ulje domethënë më të madhe se sa kjo. Edhe ku marr çat pozitë që ti nëse më kthen ose ti nëse nuk më pranon, ku më shkon? E këtë besimtari para se me i thonë besimtarit se e ke obligim, se Allahu dënon, se namazi kështu, namazi ai që se fol namazin a hyn xhenet, a hyn xhenem, para kësaj me i thonë që ti a ke nevojë me lut Zotin tan, kam nevojë. Me lutja më e mirë, edhe lutja që pritet mos më u kthy është pikërisht namaz, edhe përmes namazit.